Rinia Shkodrane është organizuar si asnjëherë më përpara me në krye në drejtimin pra të rinjve të qendrës rinore Atelje dhe gjithashtu patjetër me mbështetjen e Bashkisë Shkodër, e cila është gjithmonë pranë të rinjve, për të çuar përpara një iniciativë për pastrimin e plazhit të Velipojës, ashtu siç i ka hije Velipojës dhe gjithë qytetit të Shkodrës. Siç mund ta shihni, pavarësisht edhe koha nuk na ndalon, as shiu nuk na ndalon, dhe rinia është gjithmonë aktive për të dhënë kontributin e vet në qytetin e vet. Dhe ky është një shembull shumë i mirë për të ndjekur nga gjithë bashkëmoshatarët, jo vetëm në qytetin e Shkodrës, por në mbar Shqipërinë dhe më gjerë. Sot ky aktivitet është i organizuar tërësisht nga të rinjt dhe mund të them me plot gojen që themeli i këtij aktiviteti të sotëm është rinia. Kjo iniciativë faktikisht mblodhi për 2 ditë 800 të rinj. Është një iniciativë që vetë të rinjt e iniciuan, pavarësisht se mbështetja jonë është gjithmonë, jemi gjithmonë përkrah tyre. Ne përfaqësojmë sot Qendrën Rinore Atelje, pjesë e Bashkisë Shkodër. Iniciativat e të rinjve gjithmonë kanë vlerë për ne. Dhe ne gjithmonë do të jemi në mbështetje të tyre, siç edhe u bë ky organizim sot, edhe gjithmonë iniciativa të tjera me patjetër pse jo. Ne u bashkuam me kësaj nisme në fakt si fillim nga Qendra Rinore Atelje, sepse sot ka qenë dita e vullnetarizmit, data 5 dhjetor. Edhe në bazë saj ne menduam që me bën një tip aktivitetit ku ka me pas vullnetar për të rinjve, që me pastroj edhe ambientin, për të njëjtën kohë me pas edhe një ambient më të pastër, pse jo edhe për turizmin vitin tjetër. Kur bashkia mori vesh për këtë nisëm, sigurisht që për na mbështet më tepër edhe për me hap një kauzë më të madhe, na dha mjetet e nevojshme që na u doshin për me hap nismen edhe për me ardhur më shumë njerëz se që ne e pritshim. Ka shku shumë mirë, siç e shihni edhe vetë. Shumë të rinj kanë ardhur me dëshirë, edhe shpresojmë që kemë bërë një punë shumë të mirë sot. Kjo është një nismë rinore. Edhe për mua, kjo është pak sa më e madhe se vetëm me mbledh me të rinjat ose me pastru Velipojën kështu. Është një kultivim i kulturës për kujdeset ndaj ambientit. Nuk është vetëm veprimi, aksioni që kena me basat. Përveç se pastrojnë ambientin, e gjithashtu ndërgjegjësojnë pjesëmarrësit. Ishte nisma e Qendrës Rinore Atelje, normalisht në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër. Unë jam vetëm 15 vjeç, edhe këtu jam shumë e gëzuar për me kanë këtu sepse e du shumë natyrën. Edhe nuk jam vetëm, jam me shokë me një grup shumë të madh të rinj, një grup gjigant të rinj, edhe qëllimi jon si grup është jo vetëm që të bëjmë një ambient sa më të pastër, por gjithashtu të japim një shembull sa më të mirë të rinisë aktive dhe gjithashtu një qytetari të mirë shkodran.